Të martën, ora 21, në studio e hapur të Eni Vasilit, ish kryeministri Sali Berisha, thirrja për armatosje të qytetarëve. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar për sigurinë e tyre të armatosen, të sigurojnë armë për të mbrojtur veten, vatrat, pasuritë e tyre, sepse nuk kanë asnjë siguri. Ndëshkimi nga byroja dhe kërkesa e të majtëve që prokuroria ta hetoi. Në vend normal, sot tellalli i kryengritjes armatosur do të ishte përpara prokurorëve. Au dëmtua Partia Demokratike nga thirrja e Berishës. Edi Rama kapet pas një deklarate, një qëndrimi që nuk është as vendim dhe as nisëm me shpresën se do të fshi shullazin nga memoria njerëzve. Tensioni i shtuar në kuvend dhe afatet për reformën në drejtësi. Jo lutem. Kush ka frikë nga reforma, shumica apo opozita? Të martën, ish kryeministri Sali Berisha, ora 21 në studio e hapur.